Mirëmëngjes të gjithëve, javë të mbarë, mirë se erdhët në Reze Dielli, në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti, rubrika e gatimit me receta të shijshme, të veçanta dhe ekonomike. Sot në temën tonë Bima dhe Shëndeti do të ndalemi tek një problematik që e hasim kryesisht tek moshat e mëdha, por po përhapet edhe tek moshat e tjera. Bëhet fjalë për ato çpimet e këmbës, ato djegjet, ato ndjesin sikur të ndizen këmbët, ato mpirjet, të cilat kryesisht ndodhin gjatë natës. Shpesh i ngatërojmë si probleme të moshës apo probleme kalimtare, por nëse do t'i studiojmë dhe nëse do të na bezdisim për ditë të tëra, duhet të kërkojmë për më tepër, se çfarë ndodh, çfarë problemi fshihet pas mpirjes, djegjes apo çpimit të këmbëve, të shputave të këmbës, ato çpimet si gjilpëra. A është një problem neuropatie? Jo vetëm. Do ta zbërthejmë këtë tematik me doktor Ylli Merja dhe do të tregojmë se si mund ta ndaloni dhe si mund ta parandaloni, për çfarë ka nevojë trupi, çfarë sinjalesh dhe për çfarë po ju paralajmëron trupi përmes pikërisht kësaj simptome tek shputat e këmbëve. Kemi hapësirën e telefonatave, kështu që mos u largoni nga ekrani, jemi deri në orën 11. Tani shkojmë në kuzhinë. Mirë se të gjeta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe javë të mbarë, me receta të shumë llojshme, shumë shpesh zgjedhim të gatuajmë me produkte të stinës, tabanit popullor, të recetave të vjetra, dhe për hir të vërtetës, sa nuk ta kam thënë që kam gjetur një libër të vjetër, shumë të vjetër, tamam të kohëve të para ardhësve tanë të gatimit. Edhe mund të u lumtojmë aty për në një... Në Shqip? Në Shqip, atjetër që në Shqip. Qa gatuajmë sot? Qa të na gatuash sot? Pas kemi mish, patate, karota, salcë, e me radhë. Rofsh, faleminderit. Asgjë. Hajte bërë vrap. Si tha. Flutur mi bërë. Nuse tha kafen, tani thot, vjerë kafen. Ka ndryshu korat. Ka ndryshuar korat të më të mirën e mundshme. Atëherë kemi... Ke pak atë zhurmën poshtë dhe të tregojmë pak produkte se çfarë përmban receta. Receta jonë e këtyre përbërësve që ju shihni do të jetë mish viçi me patate në furrë, por jo vetëm, ka edhe përbërës të tjerë. Kemi 4 bërxolla viçi, pak verë, një gjysmë gote, pak patate, 12 patate të vogla për shembull të qëruara, ose nëse nuk i gjeni ato të vogla, patate normale, 5-6 karota të prera në copa të mëdha, një lugë gjelle salcë domate, një gotë ujë të ngrohtë, 2 lugë vaj ulliri, domate qershi, krip, rigon, piper i zi dhe piper i kuq. Zakonisht kjo tava gatuhesh e dikur të djelave. E djela komuniste. Po në të djelave e gatuam, e gatuam në shtëpi, sot po e gatuam këtu. Unë shtoj të yndyra, pakës gjalp, që normalisht është edhe opsionale, po të doni ju, shtoni po në të kundërt, por e do pak, yndyra e do pak gjalpin. Largoj kapakun dhe kam bërxollat. Thjesht sa i rrah pak. Më tepër, ekstremitetet, ansoret që të jenë njësoj me të cilat në gjalp, pra në yndyrë, shtoj masën e kripës, dhe do e skuqim pak në gjalp dhe në vaj, se merr dhe aromën e mirë të gjalpit, dhe qëndroni but. Shtoj miell.
mielin që të izoloj lëngjet e mishit. Pra, sa merë dhe sa mban miell. Shtoj dhe pjesën tjetër. Ja. Okej. Dhe do ta kuptojmë që krijohet një shtresë sipër me holl. Largoj mbrojtëse. talierën. Shkoj te fura, në furë të parangrohur, në më të mirën e mundshme, në 220 gradë si fillim, dhe më pas unë ul gradacionin. Tani të përzijem perimet. Marr karotat, si kurse dhe patatet. Patatet nëse dëshironi ju, i merrni në bejbit vogla, ose në të kundërt, i prisni në madhësinë e karotave dhe jeni shumë në rregull. I largoj dhe shpejt e pak duart. Ti marinojmë dhe perimet, kemi dhe domate qershi, salcën, erëzat, sigurisht sasia e kripës për të rregulluar shijen edhe të mishit edhe të perimeve. Më pas, pasi ndodh ky proces në furrë dhe presim që të piqet, jetë gati për ta shijuar, duke shoqëruar me një sallatë stinës nëse e gatuani në shtëpi. Për ngjyrë, po edhe për shije. Ta ngjyra duhen në tavë. Shtoj rigonin, piper kokër, kripën, piperin e kuq, dhe salcën. Pra ka dhe salcë të koncentruar. E tres në një gotë ujë të nxehtë, të vakët, saktësisht. Bëj tretjen. Shtoj Një çik vaj. Yndyrën. Ujë ose salcë, aq sa të zbuten dhe të qëndrojnë perimet në të. E mirave është të qëndrojnë pak. Para se t'i pjekin. Po, dhe të vendosën në frigorifer është akoma dhe më mirë me një membran. Por ne, në kohën që kemi në dispozicion, po i vendosim piqen. Bëjmë përzierjen e duhur. Paksa. Të marinojnë, sepse ju e pak që ushtuan disa lloje erëzash, po. Edhe tek mishi po ashtu, sa të përthithen pak lëngjet. Një pirun. Okej. Që ka bërë mirë, aq sa të zhduhet. Nuk më duhet që të bëhen. Opa. Mirë është që kalon pak në tigan mishin, pastaj e fut në furrë dhe del më i shishëm ashtu. Mban lëngjet brenda dhe shihen po në të njëjtën mënyrë, sepse këtu do të shuhet edhe me pak verë të bardhë. Lë verën derisa të reduktohet alkooli. Aq pak sekonda i duhet, bëhemi gati që ta montojmë për në furrë. Do thoni ju, nuk gjete një tepsi më të madhe, kaq më duhet, sepse duhet të shtrihen dhe bërxollat. Po, për 2 persona është mjaftueshëm. 2 persona që secili ka këtë bërxollën, është mjaftueshëm tava dhe perime. Sekond se kur konsumojmë mishin, mirë është ta shoqërojmë me perime. Puna i shkon më gjatë.
këtu. Edhe lëngjet, sigurisht, që kanë lëshuar mishi. Tres plotësisht salcën. Një letër pjekje të lutem Niki. Mund të veprojmë kështu, i vendosim të letrën poshtë? Jo, vetëm pjekjen. Vetëm letrën e pjekjes. Marë. Se gërshora kemi plot edhe gërshor, mos keni gërshora ndeti këtu? Po. Mendo që janë plot. Kam. Okej, është gati tava jonë për ta pjekur, për ta vendosur në furrë në 200 gradë ta vendosim tani, se 220 e kemi para ngrohur dhe ta presim të piqet për t'ja treguar të përfunduar deri në fund të kësaj hapësire të gatimit, do të kemi mundësi që ta shihni dhe ju të përfunduar. Dhe vetëm kaq, vazhdojmë pas me pjesën tjetër të punës, të recetave. Mos e vini pa e mbuluar, sepse do t'ju fahen perimet edhe lëngjet dhe nuk do të kena të shihen. Tani më duhet, ja. Që ne pretendojmë pjesën e salsës komplet bi mish. Pra, në gjërë se sigur që kjo salsa do të qëndroj në bimish e ban atë të butë, jep shien sepse ka edhe lëngjet e mishit, edhe aromat, edhe erzat. Ja kështu. Tio. Ja. Gati dhe kur për duam të pjekje. shtojmë ujë dhe i shtojmë nga pjesa e sipërme. E marr dhe e vendos në furrë Furrë për të pjekur. parangrohur. Ne do të rikthehemi tani, mbaroj receta e parë, bëhemi gati, sistemojmë tryezën tonë për recetën e dytë. Rikthehemi pas një shkëputje të shkurtër të mesazhit promocional. Rikthehemi tani për një tjetër recetë. Është një recetë e vjetër dhe kjo, që ka bukën bazë, vezët dhe djathin kaçkavall, bukë e pjekur në furrë me djath, kaçkavall dhe me vezë. Do ta ndjekim tani hap pas hapi si përgatitet. Detyrimisht buka duhet të jetë e ndënjur apo çrën si ka? s'ka rëndësi fare. Bukë e zakonshme. Fillimisht, me vezët do të merremi, do t'i çajmë ato, do t'i përzijejmë. Ra, vezët i shpërbëj që janë me nga 2. Po, qelluan Pa. e dy kuqet Ovital, vezët tona Ovital, që na japin mundësinë dhe kënaqësinë të gatuajmë dhe të shijojmë dhe të marrim vlera prej tyre. Pra, e nisim me rrahjen e vezëve. Unë po ju lexoj edhe recetën e shkruar për përbërësit e tjerë të kësaj recete. Sigurisht që vezët janë në numërin që ju do të gatuani, se mund ne gatuajmë për 3 deri në 4 persona, ndonjëherë për 2 persona, po varet sa antar keni në familje. Bukë e pjekur në furrë me djath kaçkavall. Dhe përbërësit e tjerë janë më poshtë. Një bukë të prerë në feta ose në kubik, krip, 4 vezë, hudhër, qep të njoma, bimë aromatike, djath kaçkavall, pak gjalp ose vaj ulliri, ose të dyja bashkë. Përbërësit që lexova ne i kemi në tryezë. Dhe vazhdojmë tani me përgatitjen, se çfarë hapash do të ndjekim. Shtoj. Pak vaj. Piperin. Masën e kripës. Qepët e njoma.
Receta është shumë e mirë për mëngjes, për gjithë familjen. Shtoj djathin. Të lutem, më shtroj një letër Niki, një letër pjekje. Shtrojmë fetat. Po të duam ne. I bëjmë të vogla ose i lëmë në feta si që janë, në formën e tyre të madhe, të bukës. Edhe njërë në tas... Të kundër po të doni ju, më falë, edhe në kubikë. Po. Tani këtu, opa. Tepër praktike për gjithë familjen. I zhytin fetat, marrin shien, erzave. Tani ato qepët e njoma duke qenë se janë pak më të rënda. Po t'ja shtojmë sipër, po, sepse nuk mund të ngjiten tek feta. Këtu që të kemi të bëjmë nga 3 feta. Po. Po i bia unë më shkurt. Pak minuta më herët të zgjohemi për tak mëngjesin e familjes, për bukën e fëmijëve. Dhe ja, në një furrë të ngrohur më përpara, vendosim tavën. Kjo është baza. Pjesa tjetër që mbetet, që ka mbetur në tas, do shtohet me lugë sipër, do të piqet. Dhe nuk i duhet shumë kohë mbi të gjitha për t'u pjekur. Këtë do marrë dhe një 2 feta të tjera. Kemi bukë tjetër? Edhe një më duhet. Kam menduar dhe për më pas. Me qënë se kemi pak vënd në tavë, shojmë dhe njerë bashkë përbërësit, shumë shpejt, kjo recet gatuhet shumë shpejt, mund të përgatisni në kubik, mund t'i lini kështu në feta, në kubik pse mund të përzjeni me gjithë masën e vezëve dhe vendosni në letër pjekje, pra format e gatimit janë të ndryshme. Buk, krip, vezë, hudhër, qep të njoma, bimë aromatike, djath kaçkavall, pak gjallë ose vaj ulliri. Rrugën procesin e keni ndjekur, pra na tregon një tjetër recet për ta gatuar bukën me vezë të mëngjesit, që ka më tepër shije, nuk e skuqim, por e pjekim, një proces ndryshe. Kjo është një pjesë koreje, gjë që... Po lëre atë. Jo me ta vëmë se? Lëre. Mund të ketë njerëz që kanë neps më shumë, si djetë. Për pjesën e koreve, Opa, këtu, kjo këtu. Mirë. Tani marrë një lugë të vendosim qepët e njoma, po ashtu djathin vezët që na kanë mbetur. Po të dëshironi ju, nëse dëshironi ju, shtoni pak pana, që t'i jepni një... Po të doni, sepse luan në rolin e luan edhe djathi. Djathi i butë. Por, kur shojmë që në frigorifer, kemi një produkt që është afër datës së skadencës dhe i shkon ati gatimit, dhe i shkon, se po mos i shkojnë e nuk na duhet, e shtojmë. Dhe në vend të gjalpit, vendosni panën.
shtoj edhe pak djath këtu, që ta bëj më... Edhe më kremoze dhe i shton shien. Të që shtove, i lith më mirë qepët e njoma. Më ka ngelur në një pa... Në një nga të fetat e mdhaja. Gati për ta pjekur një form pak më ndryshe e përgatitjes së mëngjesit, pra një fet e tillë. Në furr, se mund të jenë dhe pjesë fakteve tjera, me gërshërët ose kështu si që është, se në të servirim pasi të piqe, nuk i duhet dhe shumë kohë, diku te 20-25 me furrën tonë. Thjesht, jam shuar gjithmonë për gjëra të drejta. Nuk ka problem. E marrë dhe vendos direkt në furrë. Shija ka? Ka më shumë rëndësi shija. Ne do të bëjmë i gati, do të sistemojmë produktet, stryezën tonë, për të përgatitur për recetën tjetër. Kemi speca të kuqe? Speca gogozhari që bëjnë shpejt në tigan. Në tenxhere, në tigan, si të doni ju. I shijojmë ato, edhe me djathë mund të shijojmë. Pa tjetër që po. Okej, bëjmë i gati, shihemi pas reklamave. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit. Për zonjat që ju bashkuan tani ekranit të Report Televizion, kemi nisur me një tavë të shishme, me mish viçi, me patate në furrë. Gatimi është pak më ndryshe nga e zakonshme. Kemi vazhduar me bukë të pjekura me vezë, me djathë kaçkavall, po ashtu në furrë, i kemi vendosur për të pjekur. Tani, siç ju premtuam, përgatisim speca të kuq gogozhare. Atëherë. Cilat shijojnë shumë, kanë në vlera, janë të shëndetshme, të shishme. Specat i presim në rrethore. As të holla, por mesatare. Vendosë edhe këtë. E kam thënë shpesh që kur ne vendosim domatet marrin shijen çfarë kemi në tigan. Nëse kemi mish, marrin shijen e mishit. Nëse kemi peshk, marrin shijen e peshkut. Dhe këtu do të marrin shijen e të specave. Po të duam ne, i vendosim të plota, ose në të kundërt, i vendosim gjysma. Marrin shije, e keni vënë re që kur bëjmë turshit, vendosim domaten, i lëm derisa të reshken. Nuk po e shtoj fare. Kam dafin, hudhër, krip, piper të bluar dhe piper kokur që është piper i jeshili. Kam majdanoz. Tek majdanozi nuk më intereson shumë nëse është paksa i ndënjur. Pse? Sepse normalisht unë i kam shtuar, unë e kam bërë ruajtjen dhe kujdesin në frigorifer. I kam pasur me ujë, me një letër, me një qese membranë ose qese të zakonshme, kur ne vendosim 2-3 vrima që të marrin ajër. Filloj dhe lëviz paksa pa hequr kapakun e tiganit. Derisa ne të dëgjojmë atë zhurmën që specat sikur kanë ujë. Do thoni ju, sepse unë kam dhe domatet këtu brenda. Do të marr një pirun, nuk më duhen të jenë të zbutura shumë, sepse më duhet të jenë
al dente. Të vinë aromë shumë të mirë. Do të shtoj masën e kripës dhe çfarë kam unë këtu gjithçka. Piperin, dafinën, hudrën, kripën. Do të shtoj masën e uthullës. A do më duhet pakës fare ujë? Do më duhet shumë pak ujë. Vetëm që të mos, ato lëshojnë dhe vetë pak nga lagështia e tyre, o vetëm që të mos ngjisin, që qëndrojnë jo të skuqura fare. Kjo ishte edhe arsyeja që unë vendosa domatet që t'i japi një shije më ekstra. Domatja derisa të rrudhoset. Dhe shtoj përsipër majdanozin. I largoj. Bëhet një vakt i shëndetshëm, mjafton të dim që sa vitamin C ka speci kuq, përveç se shijes dhe mënyrave të gatimit, atëherë nuk do të reshtim së ngroni. Do t'i ullë nxehtësinë. Dhe u t'i lëm derisa ato të zbuten, pra do të kemi atë. Kur themi, ju derisa të rreshken plotësisht, po të jenë dhe al dente. Një pastrim të tryezës. Dhe duhet jetë gati buka, për ta serviru bukën në një tas. Pra, përgatitëm speca të kuq, të marinuar, shojmë që bashku dhe një herë recetën e shkruar, në mënyrë që të ju ta shkruani në fletore, blokun tuaj të shënimeve, edhe pse recetat tona do t'i gjeni sigurisht të postuara në kanalin e Reze Dielli në YouTube, në kanalin zyrtar, speca të kuq të marinuar, 500 gram speca të kuq, 4-5 thelpinj hudhër, piper të zi, kokër, mund t'jetë dhe piper i bluar, po më mirë do të qëndron dhe piper kokër, si që shtuam sot, 2 gjethe dafine, 3 lugë gjelle uthu, vaj ulliri dhe krip. Kjo është pra receta e specave të kuq të marinuar. Mos harroni, përgatitini, që duhen 2-3 speca të mëdhenj, i prisni në forma të rrumbullakta, të plota, të trasha, kaurdisni, shtoni erëzat siç e ndoqëm, pak uthull në fund dhe lërini të zbuten sadopak. Gati buka. Po. Tani vezët dihet që i ngjisin njëra pas tjetrës, po ja një talier e tillë për mëngjeset e familjeve tuaja, një gotë qumësh, kosin, ose çfarë shoqëroni ju, si të doni, djathin. Pusa të nxehta. Po Lori moj. Nuk i lëdo se po i bëj zmet vetes. Po i bëj zmet vetes me një kifë çfarë Ajo e qoshes që është më e thekëruar atë dua unë. Udhëra. Shumë të mira pas kanë dalë. Krokante nga jashtë dhe të buta brenda. Tani dhe kjo këtu. Largojmë. Po, do thoni ju, buk me vezë. Po, me vezë, po, veza është. Tani nga veza fillon jeta. Dhe shumë të mira. Tale. Afroj pak talierën këtu që të shofin edhe shikuesit. A, marë më lorë këtu. Të gjithën jo se jemi shumë. Pra në këtë formë i sollëm sot bukët, ose bukëzat, mund t'i bëni në kubik, mund t'i lini kështu si që janë. Ju e dini tashmë. Pra edhe njerë vezë, djath kaçkavall, qep të njoma, erëza të ndryshme, shojmë dhe njerë së bashku recetën e përfunduar të bukëve të pjekura me djath dhe me vezë, me djath kaçkavall. Bukë të prerë në feta ose bukë në kubik, krip, 4 vezë, hudhër e grirë, e thatë, qep të njoma, bim aromatike, djath kaçkavall, pak gjalp ose vaj ulliri tek përzierja e vezëve. I lyeni bukët, i vendosni më pas në
një letër pjekje dhe pjesa tjetër që mbetet e qepëve të njoma ja shtoni sipër, mund t'i shtoni më pas edhe pak pana ose për dëshirën tuaj. Ja tek përfundojnë edhe specat, aty më ke mua, te specat e kuq, që çfarë do lloj gatimi të jenë me specat të kuq, mua më pëlqejnë, më shijojnë shumë. Ai lëngu që ata lëshojnë, shija, plot ngjyrë të bukur, plot vitamin C, me pak djathë të bardhë të shkonte shumë, me një bukë të bërë vetë të gjesh aty. E kemi këtu s'ka problem, për më ja. E shijuam me vezë, dhe që aty themi tjetër, shojmë edhe tavën, si thua, e sjellim, apo vazhdo mund ta vazhdosh kafshatën e fundit. Është rilindje e shijes. Po sjellim edhe tavën me mish, edhe pse do t'i duhet edhe pak të qëndroj, sepse na duhet që të piqet mirë mishi. Praktikisht, në këto gatimet që sollëm sot, kemi mbuluar gjithë ditën, gjithë vaktet e ditës. Unë sa po fillova. E heqim? Tani do t'alim edhe pak minuta kështu si që është, si që shikni, derisa kjo salca të lidhet më mirë, sepse nga sasia e miellit që pudrosëm mishin, ka tjetër që të ndikoj në trashjen e salcës. Mishi ngel i but, pa tjetër. Shiko? Mund të shoqëroni salatat e lakrës, salatat jeshile, për të bërë kombinimet të duhura të vakteve tuaja. Pastaj, pjesët e shoqëruese i din vetë anvisat zonjat në shtëpi. Ne sollëm 3 receta, duke i ndarë për shumë njëra për mëngjes, tjetra për drek dhe receta e specave për dark. Ju pastaj i shoqëroni si të doni. Mund të gatuani në një past të olës, mund të jetë një shoqërim shumë i mirë i njërë prej vakteve, edhe pse ne kemi sjellër pas edhe me salca të ndryshme. Tani është momenti që ne të dyja të konsumojmë kafen. Unë e rrufita një kështu si shpejt në mëngjes, por do të ndezim ekspresin, pim kafen, presim në rubrikën ton Bima dhe Shëndeti Doktor Ylli Merjan për të folur për këtë ndjesinë e çpimit të këmbëve, mpirjes apo asë ndjesisë së djegjes, sikur të marrin flak. Ka njerëz që ankohen, vap, djegin këmbët, kam një lloj nxehtësie, vale. Ngelen tek ajo mpirja, ngelen. Mpirja, çpime, domethënë janë disa problematika të cilat do njeri themi janë kalimtar, janë të moshës ose nga lodhja, por çfarë po na paralajmëron trupi, cilat janë sinjalet e tjera? Po, nuk e di, unë do të përdor për vete vezë, sepse kam nevojë për kalcium, kam nevojë për këtë, kështu këto fetat e bukës me atë vezën. Jo, domosdoshmërisht, duhet të gjej fillimisht shkakun. Për shijen me po flas, për shijen tani ti mund ta vazhdosh ta konsumosh vezën siç është për shkakun, një vezë të zjerë, shumë e mirë. Atëherë ndezim ekspresin, lavaza jon na pret me lloj shijesh, kapsulash sipas fortësisë së kafes që u doni. Për shembull sot na pas kanë vënë në dispozicion ekipi ynë Oro, Qualita Oro, lavaza Modomio për ta shijuar siç duhet kafen me një shije unike, kremozitetin e duhur dhe mbi të gjitha për një zgjim të fuqishëm për të marrë energjinë e duhur të ditës. Vazhdojmë me kafen, cilin ekspresi ynë është ngrohur, padyshim sepse do të na duhet edhe për gjatë ditës, kështu që ne ju përshëndesim nga kuzhina, po duke parë shijen e shijojmë këtu, duke parë kremozitetin e kafes Lavazza që na çon në mes të Italisë, prej nga ka ardhur shumë vite. Aparati sigurisht që është pjesë e familjeve, zyrave, bizneseve që shijojnë kafet. Mos harroni, kafja është pjesë e rutinës së gjithë secilit prej nesh çdo ditë. Ikim Albana, të bëf të mirë kafja. Unë dori këtu. Mi bëre që hëngre pak. Ndërkohë, shkëputemi për lajmet. Dhe çokoladë dhe akullore. Edhe akullore dhe çokoladë, shihemi pas pak në Bima dhe Shëndeti. Mirë se erdhët, rubrika Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merjan si çdo të hënë. Përshëndetje, mirë se erdhët doktor, kënaqësi që jemi këtu. Mirë se ju gjejmë. Për t'i dhënë përgjigje një tematike që shqetëson kryesisht moshat
më të mëdha, mbi 50 vjeç, bëhet fjalë për atë ndjesinë e djegjes së këmbëve apo të çpimit, një lloj pareatie që ndodh në shputat e këmbëve, kryesisht në mbrëmje, natën, në gjumë. Çfarë tregon kjo? Është një problem që duhet neglizhuar, disa e neglizhojnë sepse thënë është problem kalimtar nga lodhja ose që nuk i shkon mendja në disa analiza më të thelluara. Kështu që për ekzaminimet, për trajtimet dhe për shkaqet mbi të gjitha, se duhet të gjejmë shkakun, pastaj të luftojmë edhe pasojat. Çfarë është kjo ndjesia, doktor? Siç themi ne, më ndizen këmbët natën, më djegin sikur dua ti vendos në akull. Po, disa ka ndjesinë sikur duan t'i vendosin në akull, disa të tjerë në ujin e ftohtë, disa t'i lënë jashtë, pa i mbuluar me jorgan, dhe një pjesë e mirë i vendosin në çimento. Atëhere, kjo është si të shuajmë zjarrin me benzinë, sepse nuk zgjidhim problematikën, por qetësojmë ose rahatojmë pak veten tonë, ose si thuash, sa mbase na zë ai gjumi pak i qetë. Por, kjo nuk është një smundje, janë shenja, janë simptoma që neve na japin sinjal që shiko, diku neve kemi një problematik në një organ të caktuar ose tek 2-3 së bashku. Atëhere, ndezja e këmbëve, sikur po na marrin flak kështu, ose sikur ajo nxehet dhe ndizet për shembull në shputën e këmbës, nëse do t'jetë për shembull nga lodhja ose nga një peshë që kemi ngritur ose nga një qëndrim i gjatë në këmbë, atëherë është kalimtare. Kalon ndoshta për 2-3 ditë me pak masazhe të lehta. Një ndezje tjetër që mund të vijë si pasojë e një vrapi për shembull, të një moshe të caktuar për shembull, po ka vrapuar gjatë, ka bërë ushtrime dhe ka ngritur pesha të rënda, dhe kjo mund të na shoqërohet me depozitim të acidit malik, aty tek dhe laktik, tek fijet muskulore dhe tek mbaresat nervore, tek ato fijet më të vogla. Atëherë ky acid laktik, që është si miell xhami, i gërvish këto nervat nga jashtë dhe ju shkakton atë ndezjen. Edhe kjo mund të themi që është kalimtare. Por nëse do të kemi të bëjmë me problematika që ne shtrihemi për gjumë dhe vëmë re që ndezja e këmbëve vazhdon derisa të na çrregullojë edhe gjumin dhe nuk është më thjesht vetëm një natë, 2, 3, 4, 5, por kjo bëhet si thua kronike. Atëherë duhet të gjendur shkaku se ku qëndron problematika. Dhe kryesisht ndodh natën. Dhe pse ndodh natën? Po, ndodh natën për këtë fakt, sepse njeriu natën është i qetë, shtrihen gjymtyrët dhe gjaku vërshon lirshëm tek kyçet dhe këmbët. Atëherë, në këtë si thuash mbi ushqim ose mbi qarkullim të gjakut, vëmë re që ku t'jetë problematika, aty ajo do të japi shenjën e saj. E dyta, pra vërshimi i gjakut shoqërohet edhe me vërshimin e acidit laktik, që është si ai mielli i xhamit, për shembull, që po t'i preki muskujt neve, duket sikur na dhëmbin. Pra, edhe ky natën vërshon drejt ekstremiteteve të poshtme. Më shumë futemi në rroba në darkë, jemi ngrohtë, qetë dhe ky çrregullim i qarkullimit të gjakut e ka burimin aty, domethënë një temperaturë e lartë do të na shoqërohet me një rindezje ose një ndezje më të thelluar të nxehtësisë së këmbës ose si shpime. Nuk e ulumtuar tani tek shkaktarët që sjellin këtë ndezje, sepse disa mendojnë që mund të jetë një problem neuropatie, qarkullimi i gjakut, siç ju e përmendët. Atëherë, ne e kemi shpjeguar edhe një herë, e kemi trajtuar këtu. Po sot unë mendova sikur të futeshim në brendësi të qelizës dhe të shikojmë çfarë ndodh me mitokondrit. Do me thënë, me këto organela të vogla, të cilat ushqejnë qelizën me energji dhe përçojnë energjinë. Dhe na ushqejnë dhe këto mbaresat e fijeve më të vogla nervore. Mitokondria, kur qeliza është në rregull, që ushqehet normalisht edhe me oksigjenin, edhe me ato mikroelementet, edhe e theksoj me vitaminën B1, atëherë kjo i ushqen më së miri këto mbaresat e fijeve më të vogla nervore.
kur këto nuk ushqehen mirë, atëhere, mitokondria fillon që të frenoj ose tull aktivitetin e saj, pra nuk na jep atë energjin ATP e cila futet në për këto mbaresat më të vogla të fijeve nervore, dhe nëse kjo pengesë do të vazhdoj që të bëhet për shembull gjithmonë e vazhdueshme dhe e pranishme, atëhere këto mund të shkatërrohen. Aty në figurë për shembull ishte ai tymi i makinës. Nuk ishte lapsus që ndërëm për këtë temë. Nuk është nxjerrë. Ka një kuptim përderisa është sjellë aty. Kjo ndezja e këmbës, çfarë lidhje mund të ketë për shembull me tymin e makinës? Makina na mbrapa na çliron atë monoksidin e karbonit. Ky monoksid karboni, po njëkohësisht edhe ai dioksidi azotit e zgjufrit e tjera që e bënte atë shtëllungën, ndërsa kjo ka lidhje me diabetin, po i sqarojmë. Atëherë, shiko, ky monoksid karboni lidhet ngushtësisht me hekurin, me hemoglobinën, dhe në vend që hemoglobina të transmetoj dhe të çoj oksigjen në qeliza dhe në përinde, na çon edhe këtë monoksidin e karbonit. Si thua e lë mangut ushqimin e qelizës. Kështu që mitokondria nuk do të na japi energjinë e duhur. Ajo vuan, si thua, është toksifikuar. Plus kësaj, ne po të shikojmë tek tymi i makinës, për shembull, edhe ky dioksidi azotit, dioksidi i zgjufrit, krijojnë një neveri, një irritim në organizëm dhe bëjnë që truri në vetvete të mbi ngarkohet me një stres oksidativ, i cili dashur pa dashur fillon të na toksifikoj sistemin e tretjes dhe mandej kjo përhapet. Kështu që tek mitokondria ku do të ndikoj edhe stresi ose oksidativ ose ankthi që na toksifikohet truri nga dioksidi azotit dhe dioksidi i zgjufrit. Pra, monoksidi karbonit ishte njëri që na ndikon për keq te mitokondria. Dioksidi azotit dhe i zgjufrit janë si thua që më bllokojnë veprimtarinë e sistemit nervor, e asfiksojnë atë. Për shembull, ka njerëz plot që ta kuptojnë kështu thjesht fare. Sikur të hapim një shishe vere dhe të marrim të pijmë një gotë direkt pa e lënë pak. Po, pa e lënë pak. Atëre, këta njerëz kur pinë verë janë të prirur që të flenë gjumë. Pse? Sepse ai SO2 që ndodhet aty brenda si një ruajtës, fillon që të hyjë në qarkullimin e gjakut, pasi alkooli është i pari që thithet nga qimet thithse të stomakut dhe kalon drejt për së drejti në gjak. Futet edhe kjo SO2 dhe kjo si thua fillon të më helmoj tamam, të më frenoj qelizat nervore dhe truri tash për të arimarr veten do një periudhë pauze, do një gjumë, një qetësi. Ndaj edhe tregon atë përgjumjen tek personat që konsumojnë. Unë mora si paralelizëm vulgar, një shkallë pak më të lartë tek vera, por tek ajtymi i makinës është e dukshme dhe e ndjeshme që ndodh ky fenomen. Vum re ato si kuba sheqeri, që tregon se një diabetik, një njeri që hakshur në rrugë ëmbëlsira të një pasnjëshme, 2-3 copa e kështu me radhë, ai vërtet i kullufit ato, por këto kubat e sheqerit do futen në gjak dhe pa diskutim që do të më pengojnë në mirë qarkullimin e gjakut. Po nuk themi qarkullimi i gjakut tek këto enët e mëdhaja të qarkullimit e gjakut, por ne themi tek ato fijet, arteriolat dhe venulat që janë fijet më të holla, degëzimet më fundore. Atëre, ato kubet e gjakut të sheqerit shkojnë dhe gjakut sikur i vën barriera kështu. Pra pengojnë, si thuash, qarkullimin e gjakut në këto. Kështu që çfarë do të bëjnë këto nerva? Do të nxehen. Sepse kanë nevojë që të... Kanë nevojë për energji, të ushqehen. Por kjo mitokondria nuk e ka çuar atje, atëhere, ndodh kjo gjë, fijet nervore nxehen. E njëjta gjë ose i njëjti fenomen ndodh edhe kur kemi një insuficiencë kardiake të zemrës. Pra, një pamjaftueshmëri e zemrës për ta shpërndarë gjakun me presion të njëjtë në të gjitha pikat e trupit. Pra ka shumë sheqer në gjak, ndërsa nervat vuajnë për energjinë. Vuajnë për energjinë, sepse ajo nuk shkon
nuk shkon atje që të digjet. Kjo glicemi e rritur, ky sheqeri i ngritur, duhet që të shoqërohet nga pankreasi me shtim të insulinës. Po përsëri ajo mund ta ketë bërë këtë mision, pra e ka hedhur këtë hormon në gjak, por këto çelësa, se insulina është çelës që hap portat dhe e fut sheqerin për t'u djegur. Atëherë këto çelësa mund të mos funksionojnë. Qartë. Që do të thotë trupi bën një farë rezistence karshi kësaj insuline. Po kush mund të jenë shkaktarët? Po ja, pra është edhe ajo e stresit antioksidativ, për shembull, ose ajo parehatia, ose paqetësia nervore, po mund të jetë edhe ai kolesteroli i ngritur, për shembull, që nuk e lën gjakun, për shembull, ne e pam aty me kubat e sheqerit, pa aty ka dhe sasi pikla të verdha, kështu të vogla, që nuk lejojnë të qarkullojë normalisht. Ato janë ose trigliceridet, për shembull, ose kolesteroli i mirë dhe i keq. Pra, kur këto janë të ngritura, kur zemra është e pamjaftueshme në funksionin e saj, atëherë do të na shoqërohet ndezja e këmbëve, sepse janë pjesët më fundore të trupit, ose një insuficiencë renale, për shembull. Nga veshkat, kur kjo, për shembull, nuk e merr atë acidin laktik të tepërtin, për shembull, dhe ta shkarkojë nëpërmjet urinës, ose nuk na e merr këto toksinat, këto radikalet e lira që qarkullojnë në trup, nuk i largon veshka ose mëlçia, pikërisht këto radikale do bëjnë pengesë që ai mirë funksionimi, qoftë i ushqimit, i asaj energjisë ATP që të shkojë atje, ose i oksigjenit, e kështu me radhë, ose i mikroelementeve, do të hasi në pengesa. Pra, nëse ky proces, ose nëse kjo ndjesi e djegjes do të zgjasi për pak ditë, o kene mund ta rregullojmë me disa, le themi, elementë të tjerë të zakonshëm në kushtet e shtëpisë. Po nëse duam tani të zbulojmë këtë shkakun e madh, për të kuptuar nëse na vjen pikërisht nga ajo rezistenca ndaj insulinës, apo është problem renal, apo është problem kolesteroli, cilat janë ekzaminimet e dura, që ne të gjejmë shkakun dhe më pas të luftojmë shkakun. Po patjetër, atëherë e theksojmë, nëse ndezja e këmbëve vazhdon disa ditë, 7, 10 e kështu me radhë, bëhet kronike pak a shumë. Po individi nuk është se do ta gjej edhe me këto që neve i themi kështu, për shembull. Por duhet të shkojmë, për shembull, tek një mjek të bëhen disa ekzaminime. Ky mund mos i bëj të gjitha. Po nëse është diabetik, e di që është diabetik, do fokusohemi tek këto, pra bëjmë glukozën, bëjmë këtë hemoglobinën e glukozuar, ose kjo glicemia 2 orë pas ushqimit, që na tregon si reagon për shembull edhe pankreasi edhe organizmi. Po nëse kemi kolesterolin e lartë, patjetër bëhet ajo lipidograma dhe shikojmë çik azotin dhe kreatinemin. Atëherë, me këto analiza ne kuptojmë si funksionon zemra dhe veshka. Nëse na rri goja e thatë ose e hidhur e kështu, atëherë duhet të bëjmë edhe këto transaminazat e mëlçisë, ALT, AST, bilurbina totale, direkte e indirekte. Pra, të marrim një kanalizim, një drejtim, sepse po t'i bëjmë gjitha, me vërtet ato na japin një pasqyrë të mirë, por përsëri janë shumë. Mundet që të bëjmë këtë, po të shikojmë elektrolitet në gjak, se çfarë ndodh në të vërtetë. Ne theksuam që sot këtë temë ne po e studiojmë në lidhje të ngushtë duke depërtuar tek qeliza. Kjo është që është baza e prodhimit ose e çlirimit të energjisë, që na ushqen ato mbaresat më të vogla nervore. Atëherë, në qoftë se na mungojnë këto mikroelementet, për shembull, kaliumi, kalciumi, zinku, hekuri e kështu me radhë, seleni, bakri, atëherë, pa diskutim që kjo neuropati shfaqet nga mungesa e mikroelementeve. Kështu që kur të bëhet analiza, mirë është që edhe këto elektrolitet pak t'i prekim në analiza. Nëse ato janë në deficiencë të madhe, atëherë pa diskutim që ne duhet të gjejmë, për shembull, nëse dalim anemik, për shembull, ku hekuri dhe ferritina na dolën të ulta,
rrjedhimisht edhe hemoglobina do t'jetë e ullët, edhe hematokriti do t'jenë të ullëta. Këto janë të lidhura me njëra tjetër. Tash kush është interpretimi nervor që do të bëjmë neve, pra analogjike, është kjo. Po e patëm hemoglobinën e ullët, atëhere oksigjenimi tek mitokondrit do t'jeti pakt. Se kjo e qonë oksigjenin atje, atëhere, ky person duhet konsumoj produkte ushqimore që kanë hekur. Po në qoftë se na mungon, për shembull, le të themi e bëm bakrin, ky është një element mikro në organizëm, do me thënë shumë i vogël, gjurmë, po kështu edhe hekuri janë të pakta, por kur ato na mungojnë, krijojnë problematika të mëdha. Atëhere, ka shumë rol për shembull me mielinën, është ajo mbështjellja, si thuash, mbështjellja e fijeve nervore, dhe kur kjo hiqet, fijet nervore bien, si themi, në mas me njëra tjetrën. Ose u dha aty tek figura, për shembull, një shtypje, një enjtje, një edeme këmbës, i zvogloi ose i shtypi ato arteriet dhe venat. Pra, edhe në këto raste, ne duhet të shikojmë mirë që të bëjmë interpretimin. Nëse na mungon kalciumi, për shembull, dhe kaliumi, atëhere në na mungon edhe ajo shpejtësia e reagimit të nervit, por njëkohësisht edhe përcjellshmëria e saj. Të njëjtët faktor mund të jenë, doktor, sepse ka njerëz që mund të na dëgjojnë tani e thonë që unë nuk e kam këtë ndjesinë e djegjes, por kam këtë ndjesinë e çpimit si gjilpëra ose ndjesinë e mpirjes, një lloj tjetër ndjesie. A lidhet pikërisht dhe kjo ndjesi me këto faktor? Në këtë rast, mendja patjetër do të na vejë tek një mos qarkullim i mirë i gjakut. Dhe këta njerëz kanë këto veçori, vërtet e kanë atë si mpirje, por nëse vazhdojnë që të ecin, si thuash edhe muskujt marrin energji, po edhe ai qarkullimi i gjakut fillon që të më normalizohet. Po kjo çpimi si gjilpëra si një lloj paratie përsëri, po jo tek ndezja, tek djegja e këmbëve, që ndodh natën në qetësim. Po mungon tamam atëre. Kjo ka të bëjë me atë që populli thot ajo sëmundje e përdhesës, ose ai ngërçi muskulor, ose sikur u mpi këmba. Pra, na mungojnë këto mikroelementet që unë e përmenda. Pra, ky magnezi, zinku, bakri. Dhe çfarë duhet të bëjmë? Po thjesht mund të konsumojmë këto farat e kungullit dhe përdorim na një çaj që t'i zvendësojmë këto mikroelemente. Pra, është më alarmante kjo pjesa e djegjes, ndjesisë së djegjes. Ndezja është më shqetësuese dhe ajo ka shumë faktor, shumë. Për shembull duhet parë dhe inflamacionet kronike që mund të kemi në organizëm, sepse edhe këto krijojnë problematika. Duhet parë edhe pirja e alkoolit, nëse kjo është me të vërtetë e vazhdueshme, edhe kjo ndikon për keq. Nuk diskutohet fare. Po mirë, tani ne do t'i zbulojmë patjetër shkaqe, se do bëhet ekzaminimi i duhur, do të gjejmë shkakun. Çfarë mund të bëjmë në kushtet e shtëpisë? Pra, kemi atë ndezjen që na prish edhe gjumin, na jep para atij, çfarë mund të bëjmë në ato momente? Në kushtet e shtëpisë, për shembull, jo pa qëllim është vendosur një figurë aty ku dominojnë perimet, zarzavatet në tryezë. Po. E dyta, të bëjmë një masazhim, një relaksim dhe një përmirësim të qarkullimit të gjakut. Po si do ta bëjmë? Për shembull, në darkë që kjo sëmundje, këto simptoma, si thuash, ngrihen, kërcejnë mbi atë nivelin ditor, mund të veprojmë kështu. Marrim dhe futim këmbët në ujin e ftohtë. Unë që pare thash që shiko, do shuajmë atë ujin me benzinë. Po kjo është për këtë gjë. E para, duke qenë diçka e ftohtë, 10-12 minuta, trupi ka një veçori shumë interesante. Prodhon një lloj antibiotiku që e hedh për të mbrojtur vetveten. Dhe ne këtë duhet ta shfrytëzojmë që të vazhdojmë më tej. Tek ky ujë ne hedhim ja 2 lugë gjelle ose një filxhan me uthull të mollës. Shtojmë edhe pak krip dhe ajo që ne menduam se mundet të na ketë ardhur nga mungesa e mikroelementeve, ne ja ku po i hedhim mikroelementet. Dhe ti je bindur që në përhapësirat qelizore këto mikroelementë do të depërtojnë. Po.
duke bërë dhe një relaksim të muskujve në pjesën e poshtme të shputës këmbës nga mbi vete, aty tek talusi, tek kërciri që i thot populli edhe pak shumë mbi vete, ne ndihmojmë dhe relaksojmë nervat, po dhe përmirësojmë qarkullimin e gjakut. Pasi i heqim këmbët nga ky ujë, i thajmë dhe vendosim një ekstrakt bimor të marrë, për shembull, nga rozmarina, nga lakrat, nga murrizi, nga gështenja e egër, e cila ka veçori që të forcoj këto mure të dobësuara të arterjeve, të arteriolave dhe të venulave. Atëhere, ky ekstrakt përsëri nxit qarkullimin e gjakut. Atëhere, vendosim ose vajin reumer, ose kremin, që kjo lëkurat mos më rije thatë, por të rije zbutur, dhe mikroelementet që kanë këto pra ato vajrat esencial të më ndihmojnë edhe në qetësimin e nervave, po edhe në relaksimin e tyre dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Kjo është vetëm ndjesia, apo dhe këmbët janë të nxehta? Jo, kjo është thjesht këmbët ai mund t'i ketë ftohta, apo zjarr. Dhe mbas kësaj i mbajmë këmbët në një kënd afërsisht 60 gradë. Dhe bëjmë sikur pedalojmë në biçikletë. Pse duhet ta bëjmë këtë gjë? Truri ka një veçori shumë interesante. Ushqen më shumë me gjak atë gjymtyr ose organ që punon më shumë. Atëherë, duke bërë neve këtë lëvizje, këtu gjaku do të vi dhe kur zbret poshtë, ai sikur na i shplan këto venulat dhe mbledh, si thuash, ose heq atë acidin laktik ose edhe malik që mundet të jetë në për këto fijet nervore. Kështu që na i bën atë natën shumë herë më të lehtësuar. Këtë mund ta bëjmë vetëm në momentin që kemi këtë ndezjen, apo përpara se të flejmë, para përgatisim trupin që të mos reagojë? Nëse ne do ta bëjmë qoftë edhe kot këtë veprim, të jemi të bindur që gjumin do ta bëjmë shumë të qetë dhe fijet nervore, muskujt e këmbëve i fusim në shtrat për gjumë të përgatitura për të përballuar atë ndezjen që vjen. Kjo ndezja vjen si në një orar, kam dëgjuar. Pra, është një orar i caktuar ku ndodh që ndizen o të dyja këmbët o njëra këmbë. Kjo ka ndonjë diferencë në zbulimin e shkakut? Po ka, nëse ndizen në të njëjtin orar të dyja këmbët, problemi duhet parë tek mitokondria qelizore. Kupton, pra, tek këto organelat ka diçka që nuk funksionon mirë. Ose ankthi, stresi, sheqeri, yndyrnat, ose ndonjë ajër jo i kënaqshëm, për shembull, jo i pasuruar me oksigjen e kështu me radhë, ose ndonjë sëmundje inflamatore, ndonjë pagjumësi, ndonjë pirje duhani ose qëndrim në një ambient me tym duhani e kështu me radhë, ka ndikuar që të shkojmë tek kjo sindrom. Pra, duhet të rregullohet kjo gjë dhe eliminohet, pra po e ushqyem mitokondrin mirë, po kryesisht kjo do atë vitaminën B1. Kjo është, si thuash, ushqysi kryesor i saj. Dhe pastaj këto mikroelementet janë që kjo qetësisht të punoj aty brenda qelizës ashtu si kundër është. Mirë, ne do të shkëputemi për pak publicitet, do të rikthehemi duke u lënë hapësirë të shikuesve tanë për të telefonuar në lidhje me gjendjet e tyre shëndetësore, në lidhje me temën që diskutuam, apo problematikat që ju hasni më së shumti në shëndetin tuaj. Ju presim me telefonata pas publicitetit. Koha juaj mund të telefononi tani për problemet të ndryshme, për t'i dhënë një përgjigje sa do pak këtu nga studioja jonë, ndërkohë përmendim edhe çajra që na ndihmojnë për të lehtësuar sa do pak. Po sigurisht, pra edhe për të ushqyer mitokondrinë dhe për të përmirësuar qarkullimin e gjakut, mund të përdoret ginkgo biloba, mund të përdoret çaji i rozmarinës, e cila edhe përmirëson qarkullimin e gjakut, por edhe qetëson, si thua, atë pjesën e irrituar të nervave. Lulja e murrizit që përmirëson qarkullimin e gjakut. Dytë na kemë pritur telefonuesit, pas publicitetit siç e njoftuam që do të riktheheshim me telefonata, e mirëpresim. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Jemi. Kisha një pyetje për doktorin. Po. Unë jam pjesë vjeçe dhe jam cervikale. Edhe vazhdoj kam kurin, edhe vazhdoj atë kurin që ka marrë doktori, po duhet të pyes doktorin tani, mua më
të vete në palestër apo në fizioterapi, aty që doktori. Se akoma e shikoj që kam akoma dhimbje ku ngrihen ose kërcajtje kockash. Atëherë zgjidhja më e mirë është ushtrime në tapet në kushte shtëpie. Nëse qafa më rrie krusur kështu gjatë ditës, unë të paktën në darkë duhet bëj një shtrirje, si thua, me shpinë mbi tapetin, unë të marrim një shishe plastike gjysmë kilshe kështu me ujë dhe ta vendos 20 cm poshtë qafës, aty ku harku i pjesës së toraksit të shpinës është më e madhe, hypi mbi të palosemi dhe bëj zgjatimin e trupit. Në mënyrë që vertebrat të hapen të çlirohen. Atëherë, ushtrimet janë të mjaftueshme për zonjën. Kjo lyerja e qafës një herë, ndoshta në 2-3 ditë, përsëri ose me vajin reumer, ose me ndonjë vaj tjetër që mund ta keni ju edhe për relaksim të nervave kështu. Nuk i bën mirë. S'është e nevojshme. Jo, është e nevojshme shtrirja e trupit. Dhe në mëngjes, sikur 5-6 minuta para se të çojeni nga krevati, bëni shumë mirë që ta palosni atë jashtë stiku në dysh, ta vendosim këtu te pjesa e ballit mjekës dhe ta shtyjmë. Në mënyrë që qafa, shiko, një plan të shtrirë dhe aty të çlirohen nervat. Kështu që ne e nisim ditën, si thuash, me drejtim të shtyllës kurrizore. Mund të bëjmë dhe pak frymarrje të thella, që si thuash ta çlirojmë, ta zgjojmë trurin nga gjumi, dhe mund të bëjmë ndoshta edhe një masazh ose relaks të qafës këtu na mbrapa me këto gishtat, ose me gishtin e madh ose me 4 gishtat e tjerë, mendoj që kaq është e mjaftueshme. Po, duhet bëjmë të përsëritshme çdo ditë. Përshëndetje, telefonata tjetër më bërin në studion ton. E dëgjojmë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, ju dëgjojmë zonjë, jemi drejt për së drejti, cila është pyetja juaj? Po, ju dëgjon doktori. Po. Jam zonjë 32 vjeçë dhe më vjen me këmbët shumë të thota, ditë natë, dhe dimë. Ka mund të bëj? Atëre, problemi është, mund të themi ngushtësisht i lidhur me këto problematikat, zonjës nuk i funksionon mirë qarkullimi i gjakut. Kështu që ato bimët që unë përmenda, ose ajo mund të përdoren si çaj, ose zonja mund të marrë këtë, është një çaj kolestomer, që mund të pi 2-3 gota në ditë, mund të përdorim pak hithra, dhe mund të veprojmë edhe kështu. Ndoshta marrim 2-3 filxhana kafe me raki, hedhim në të pak spec djegës, e lëm 2-3 ditë dhe pastaj marrim nga kjo rakia me spec djegës dhe lyejmë këto pjesët e këmbëve në mënyrë që të nxitim qarkullimin e gjakut dhe ndoshta edhe mbi të dhe vajin reumer. Pra problemi është tek qarkullimi i gjakut. Tek qarkullimi i gjakut. Kjo në darkë bën shumë mirë të fus këmbët në ujë të ngrohtë. Për t'i çliruar pak ato nervat, edhe rozmarina, çaji rozmarinës i relakson fijet, jo vetëm fijet nervore, por edhe enë të qarkullimit të gjakut. Presim pyetjen e radhës, përshëndetje, ju dëgjojmë, pyetja juaj. Përshëndetje me doktorin. Po, ju dëgjojmë, drejt për së drejti jemi, pyetja juaj. Doktor. Po. Kam një dhimbje të damojit të qafës nga ana majt, edhe djegje, me që doktori do të rrobat të vetëm nga ana e saj. Djegje të pjesa e qafës, tek damari i qafës. Tek damari i qafës, po. Po, e kushta të duket sikur ta bezdis atë? Po, sikur e bezdis, me gjallë tip djegje, kure, me gjallë. Po, gjithmonë, kur kemi mpirje dhe djegje, problem duhet tjetë qarkullimi i gjakut. Atere, me çfarë mund ta nxitim atë dhe ta përmirësojmë? E para, ju duhet pini pak çajra bimore, murrizin, hithrën, ose gingo bilobën, ose këto frutat e pyllit që mund të përdoren si çajra, në mënyrë që të më përmirësojnë qarkullimin e gjakut. E dyta, një masazh në atë zonën ku ndihet si e mpirë, po. Djegja e damarit tek ana e majtë e qafës. Po, shiko, po të themi mbajtja e kokës kështu drejt, ka lidhje me 4 tendina, 2 para, 2 mbrapa. Ndoshta njëra nga këto
mundet që të ketë munges të mikroelementve, nuk është ushqyer mirë, ose nuk kemi një qarkullim të mirë të gjakut. Atëhere, ushtrimi që duhet bëjmë, pra, ta marrim mjekrën, ta nxjerrim para, kështu, ta mbajmë 5 sekonda, dhe pasaj ta ngrejmë mjekrën kështu mbrapa, ta ngjesh që të më drejtohen, dhe si kur do të ndihem një dhimbje këtejna mbrapa, ato tendinat të 2 krahët zgjaten. Mund ta lyej me këtë ekstraktin e ati speci djegës, ose mund të marrë ata anticelulitin, edhe kjo është e mrekullueshme, dhe mandej ndoshta edhe ky kremi Reumer ja zgjidh atë si problem. Qartë. Tjetër telefonate presim në studion ton. Përshëndetje. Përshëndetje. Doktori jeni? Po, drejt për së drejti, pyetja juaj cila është? Në mujtëve, unë jam e moshuar, dhe më thamë një 80 vjeç. Edhe gjatë verës, më pus atë të kamave, të kupton, i kam si të pira, që të dyja. Në ndihmër jo, po në vetëm në verë. Shputat e këm vetëm pira, vetëm në verë. Po, të lutem, se po presë, të presë këshu. Po, atëhere, shiko, futja e këtyre këmbëve në ujë të vatët i bën shumë mirë. Kjo uthulla e mollës dhe kripa i bën shumë mirë. Pra, t'i vendosim, t'i shkrifrojmë muskujt dhe të marrim t'i lyej me këtë, ndoshta me vajin Reumer, ajo e ka të mjaftueshme. Ndërsa, si çaj bazë për zonjën, duhet të jetë një çaj që të më përmirësoj qarkullimin e gjakut. Ndoshta kolestomer, patjetër. Pra, të vemi edhe e lidhim edhe me temën që kishim neve sot. Ndezja e këmbëve, mpirja e këmbëve të zonjës, ka lidhje me një qarkullim jo të mirë të gjakut. Pra, me shenjat si na thot kjo. Nëse duam që ta verifikojmë, po bëjmë një eko Doppler dhe shikojmë dhe pak këto mikroelemente dhe hekuri. Por rrotull kësaj gjëje duhet jemi. Atëherë çfarë mund të bëjmë? Kjo diferenca verë-dimër? Diferenca verë-dimër, shiko, nuk është se në dimër kësaj i zgjerohen arteriet, jo, në dimër i kësaj rrinë më të ngushta, por kanë humbur elasticitetin dhe këmbët e kësaj në rrinë si të mbushura, si thuash, edhe me atë limfën dhe nuk na filtron mirë veshka. Prandaj ne duhet ta ndihmojmë me masazhin, t'i mbajmë pak këmbët lart kështu dhe t'ju japim arterieve atë elasticitetin e duhur. Dhe rozmarina, si çaj bën shumë mirë. Për ta konsumuar. Telefonata e fundit, jemi shumë vonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, cila është pyetja juaj? Alo? Po ju dëgjojmë, po ju dëgjojmë, bëni pyetjen tuaj. Unë do të pyetja doktorin, kam probleme me kokën, më përdhi koka, dhe kur e mbledh dhe lëviz, me që bëj lëvizje ndjeshti dhe jam normale, po me që jam normale, pa mbledhur. Pa më shtjell kokën, kam dhimbje të fortë. Pra keni dhimbje koke apo ndjeni të ftohtë? Kur jam pa kapuzve, pa kështu më mbërdhi koka dhe pastaj kam dhimbje shumë të forta koke. Po. Pra ju kërkoni këtë ndjesim për ta mbështjellë, të vendosni kapush që... Po e kuptoj. Po që mos ta mbaj mbështjellë dhe çfarë mund të marr që mos të më mbërdhi koka dhe mos kem dhimbje. Rikujtoj, kthehem mbrapa kur isha shumë i ri që merresha me këtë punë. Më vjen një zonjë më e moshuar se kjo dhe për ta ngrohur kokën e vendoste qeska me krip të nxehtë. Atëhere, pra ndoshta duke kështu, dhe unë mora i dhash vjeshtullën e bredhit, lulen e murrizit, nuk kishim boronica atëhere, po i kombinuam hithra, lule e murrizi, frutin e murrizit, trëndafilin e egër. Po baza ishte kjo vjeshtulla e bredhit. Mbas 3 ditësh erdhi shumë e kënaqur, më tha atë që nuk e harrita, tha me asnjë, tha, e me gjithë shpenzime kështu, unë e arrita, tha, me shumë pak bimë. Besoj se e ka dëgjuar zonja 10 në YouTube. Pa tjetër, pra, ne na duhen, sidomos gingo biloba, që të më zgjeroj, si thuash, enët e qarkullimit të gjakut, ato më të vogla që e ushqejnë trurin në gjak. Pra, balancuesi i temperaturës është qarkullimi i mirë i gjakut. Ky e mban temperaturën konstante. Ky është problemi. Pra, zonja rrotull këtij problemi ka këtë zgjidhje.
një çaj që mund ta marri ta përdori, qoftë edhe me bustina, kolestomer, po baza e bimëve le të jetë vjeshull e bredhit, murrizi, frutat e murrizit, trëndafil i egër. Qartë. Mirë, faleminderit doktor për përgjigjet, ndërkohë biseda për telefonuesit dhe për ata që ndoqën sot do të jetë në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, mund ta rishihni aty. Shihemi tonë në ardhshme në Bima dhe Shëndeti, ditë të mbar, javë të mbar, shihemi nesër së bashku, kalofshi bukur.